Open your eyes, open your mind. We are the Wings. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Wings. We can ride it loud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e kaluar, Blumi dhe të tjera të shkuan për vizitë në shkollën e Shatërvanit të Kuq që të merrnin pjesë në ceremoninë e hapjes. Atje Lordi Teri lëshoi gërëkmadhin e fuqishëm. Me ndihmën e bukuroshit Helias, zanat fituan. Merrni këtë si një paralajmërim për zemrat njerëzore. Krijesa shkatrimtare do të shfaqen nga bota e ndriçuar e do të shpalosin krahët sekret që do të pasqyrohet mes njerëzve kur 3 planetet jenë në vit të drejtë dhe ai do të mbjellë shkatrim dhe tmerr. Blum, eja këtu. Ata njerëz ishin prindrit e mi të vërtet. Këtu nuk na japin kur ushqim të mjaftueshëm. E hëngra mëngjesin, por kam ende uri. Oh, kjo është interesante. Dëgjojeni këtë vajza. Ha? Me sa duket, konti i Mostradamit parashikoi rilindjen e Babilonisë së Re duke vëzhguar planetet. Ka një shpjegim shkencor për këtë. Shpejtësia e rrotullimit të një planeti nuk përputhet me spektrin kromatik. Forca tekna po ngordhuria. Nuk arrit të përqendrohem në këto që po thua. Mirë, mund ta marrësh. Në rregull, nëse kjo është çaka, nuk më pëlqen. Shikoje nga ana e mirë, Stella, gjërat po dalin në favorin tënd. Se për të qeshur. Tekna, ti po e bën këtë? Qetësohu vajz, ti ke që subjekti një eksperimenti. Mollët i azull si zanave të dritës. Duket qartë se puna ime po përmirësohet, sidoqoftë me praktik përmirësohesh më shumë. Kënaquni me mëngjesi vajza.
është dita më e shpifur. Flokët I kanë të dredhura, mëngjesi u zhduk dhe na presin 7 orë për të bërë sot. Asgjë nuk mund të ma ngrej humorin tani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, profesor Avalon. Shpresoj që lulet ta bëjnë më të bukur ditën sot. Me ndini mirë, faleminderit profesor. Ngjyra e purpurt është e preferuara ime. Edhe imja gjithashtu. Blum, dje pe një ëndër që të prekur shumë zemrë, apo nuk ishte kështu? Profesor, ishte për prindrit e mi të vërtet. Do doja shumë të zbuloja se çfarë ju ka ndodhur. A do të më ndihmoni edhe ju? Sigurisht, do të takohemi në zyrën time pas mësimit. Mendoj se kjo është dita më e bukur. Nuk do ta kem problem ta dëgjoj kur jep mësim gjatë gjithë vitit. Prit një minutë. Nuk na the se kishte krah Angeli? Jam e sigurt që I ka, por tani nuk I ka më atje. Au, do pushoni ju të dyja, do na prishni gjithçka. Mendoj se duhet ta zbulojmë çfarë ndodhi atyre krahëve. Oh, mirë dita, profesor. Nga mëngjesi sotëm 5 trëndafila dhe 8 tulipan mungojnë nga kopshti. Mbretësia juaj përputhet me reputacionin që keni. Sa buqete bukur. Nuk e di nëse kam bërë gjë për të merituar të gjitha këto. Kjo është më e pakta që mund të bënim pas asaj surprize të bukur në mëngjes. Ka mira lule në kopësht, nga e dinte ai sa mungonin. Si që dini, kjo lëndë quhet analiza konjuktive. Ju do të mësoni se si t'i forconi ndjesi dhe të keni besim tek instiktet tuaja, të kërkoni detaje dhe ndoshta të gjeni fuqi të reja brenda vetë. Tani, le të fillojmë me një pyetje të lehtë. A mund të më tregoni kush është zana e parë? Klariel. E dini këtë apo thjesht e besoni? Mund ta vërtetoni? Ma ka thënë mamaja dhe ajo nuk ka bën kurrë. Mund të jetë kështu, por nga e di mamaja jote. Jo, nuk mund të them me siguri, por të gjithë e dinë për Klarielën. Me që të gjithë besojnë se ajo është zana e parë, a është vërtet kështu? Edhe pse kjo s'është e vërtet, kjo provon sa të fuqishme janë fjalët. Pse nuk duhet t'i besojmë mamas së saj, Leila? Ndonjëherë kemi vetë besim për të ecur përpara. Por që të dish të vërtetën, kjo është një eksperiencë krejt tjetër që s'duhet marrë si e mirëqenë. Duhet të zbulojmë misterin për krahët e Avalonit. Ka ndonjë të dhënë që të na thotë ç'mund të ndodhë? Libri vazhdon të dal nga rjeti. Është guida e përbindësit antropomorfik me Mund ta krah. shkarkosh? Jo, është shumë I lashtë, por e zbulova se është në katalogun e bibliotekës së Alfeas. Nuk e di, kam ngecur. Si po që ashtu nuk e të luaja në kompjuter si digita, por... Tani ngeca dhe mu kris fërstani. Do të merrem unë me këtë. Ju është e tmerrshme, por mund të merrem unë. Ja ku e ke fustanin e ri. Dhe tani do vi. Faleminderit. Ky është libri ynë, Përbindshi antropomorf me krah, nga Serius Facetus. Nxitoj Tekna, lexoje pra. Unë kam sytë shumë të lodhur, kam qenë gjithkohës në kompjuter. Wow, engjëj vampir, njerëz me krah. Atje. Përbindshi antropomorfik me krah të lëvizshëm. Lëkundjet janë të fshehura. Mendoj se Avaloni është një nga këta përbindje? Krijesa të shkatërimit po shfaqen nga zbrazëtia. Ai do të paraqitet si njeri I dashur para popullsisë. Dhe kur të vijen në vit të drejtë 3 planetët, fuqia atyre do të përhapet në të gjithë universin dhe ai do të sulmojë në fatkeqësi dhe shkatërim. Po kjo duket si profeci. Pra Avalonia ka një sekret. Për cilët planet po flasim? Ore, sfalat dhe rot, lidhja e tyre nuk përbën lajm të mirë. S'mund ta lejojmë të ndodhë. Oj Tekna, Avaloni nuk është në kopësht. Arriti ta gjesh ku ndodhet me kompjuterin tënd. Ende jo. Prit, e gjeta. Kjo është zyra e tij. E pa mundur, ai sapo doli në kopësht. Do ta ndjek dhe do shikoj se ku do të shkoj. Tekna, çfarë ke? Tekna, ty e? Ai do të paraqitet si njëri I dashur para popullsisë. Ai do të sundojë në fatkeqësi dhe shkatërim. O, ja
Po është prap, pa pritur Avalone po gjendet njerëz në shumë vende. Digit, takohemi në zyrën e Avalonit. Blumi është në rrezik. Nxito Loketa, Blumi është në telashe. Çfarë po ndodh? Ta shpjegoj më vonë. Tregoja emrin tënd Krisalit. Blum. Ha? Duhet ta ndalim, ai po i bën magji. Shikoni! Po çfarë është e gjithë kjo? Kjo është pema e familjes tënde. Ti je këtu. Ashtu? Motra ime Dafne është këtu. Prindrit e mi Oriteli dhe Marioni. Këta janë gratë që unë pash në ëndër. Kjo është e mrekullueshme. Në fund Blumi po mëson të vërtetën për prindërit. Ajo nuk është as pak në rrezik. Ndoshta jo, por bëjmë mirë ta ruajmë. Ende s'kam besim tek ai. Është e vështirë ta besor se Avaloni është intelektual. Ai është kaq simpatik. Shpresoj që ora e kërkimit të jetë më e Kjo lehtë. varet nga sa doni të mësoni. Ç'kemi vajza? Jam unë, Palladiumi. Mbreslënse apo jo? U ktheva duke u transformuar që tani në një mësues. Këtë vit do t'ju jap mësim lëndën e kërkimeve magjike. Profesor Avaloni do t'ju mësoj të kuptoni magjin, ndërsa unë do t'ju mësoj ta bëni. Kjo mund të jetë qejf. Vitin e shkuar kjo ishte një orë fakultative për të gjithë. Po e për mua Tekna, ti fluturon gjithnjë mirë. Një lëng i verë trikosiumi s'duhet të tunet kurrë. Mund të shërohet në një eksploziv. Tani që kam vëmendjen tuaj, do doja të diskutoni paksa për sharmin ton teknik. Tani që ju i dini bazat, le të fillojmë. Sfera e plazmës. Kjo është një sferë plazme e thirrur me anë të kërkimit direkt. A dëshiron ndonjëra ta provoj? Do ta provoj unë. Në rregull Stella, provoj ti. Bëje për mos haro. Një rokje në vendin e gabuar mjafton për të djegur ajrin e gjithë kësaj dhome këtu. Nga ana tjetër, ndoshta ajo nxehtësia të bën keq për flokun. Amarili, përse nuk e provon ti zemër? Po e bëj për ty këtë. Pasi ta kesh të qartë mirë imazhin në kokën tënde, ti mund ta therrasësh. Përqendrohu dhe lëre mendjen tënde të lirë. Sfera e plazmos. Mendo si kur je brenda sferës. Tani mendo si kur ajo po të ndriçon. Ti je një me sferën. Vizualizimi i tillë quhet inversion. Amaril, hapi duart. Tani zgjidh një shënjestër dhe hidhe. Vazhdo më tutje, por përqendrohu. Shokët e tu të klasës duhet të kishin vënë syze më parë. Pushoni! Amaril, Drejt. provo ta bësh dhe një herë dhe do të përjashtoj. Shpresoj që këtë ta kesh të qartë. Po zotëri. Zana të piksa të ta zgjidhin misterin e profesor Avaloni. Kush e di se ç'do të ndodh? Dikush po më tërhet. Të dhënat vajza. Çfarë keni zbuluar? Më duket se jo ndonjë gjë të madhe. Dim që Avaloni kishte një karrierë në Akademinë Malakoi në Korja. Dhe 17 vjet më parë, shatrat aty u sulmuan nga një burr me krah. Dhe ky është sulmi. Shkatrimi i Korjas ndodhi pikërisht kur tre planetët u funovi të drejtë. Duken tamam si profecia, por na duhen të dhëna të tjera. Ka mund disa. Aragonda na tha se duhet të konsultoni me profesorish Grafini. Ajo është eksperte në astrologji dhe profeci. Mirë, po iki. Ruaj Blumin dhe Avalonin. Faleminderit për xhiron timi. Wow, po lëvizin vërtet. Po, sapo i kam vënë motorit e turbo të re reaktive. Tani të provojmë një ushtrim me këto dy shpatat e magjecura. Mirë, kush do të jetë viktima ime e parë? Jo. Pse jo? Më lër të shkoj Stella. Më fal, vazhdo. Edhe një dyshim të kemi prej ti, pastaj do të sulmojmë, mirë? Ores, Fallat dhe Rot. Ata janë një sistem i vjetër planetar. Konvergjencat e tyre sillin vetëm fat të keq. Kur pritet të vijë në një vit të drejtë? Kur kushtet të jenë të mira në të gjithë galaksit, do di më shumë gjëra kur të jetë errësirë dhe kur mund të shikoj qiellin. Shpresoj të mos jetë shumë vonë.
Mos ndoshta ti zgjodhe këtë shpatë të bukur sepse t'u duk më e mira? Në fakt kjo shpata tjetër e ka teun më të mpret. Duhet të kesh frikë nga sulmi i këtij teu. Ka këtë zhurmë sepse është e përbërë nga një aljarë special. Mos ki kur besim tek pamja e jashtme. Shiko më në thellësi dhe kërko të dhëna për të zbuluar të vërtetën. Çdo dhëna të tjera do të na tregojë Avaloni për të vërtetën. Lum, je gati për t'ikur në të shkuarën tënde? Po, profesor, jam gati. Nuk janë piksit me ju? Ata po mlidhin të dhënat të tjera me profesoresh Griffin. Mirë se u ktheve. Dëgjova ninullën e mamasime. Faleminderit. Skepse më falenderon, është një dhuratë nga e kaluara. E pa besueshme. Ores, Pallat dhe Rod do rreshtojnë sot në orën 11:59, duke sjellë një mallkim mbi zanat e Alfeas. Ke vetëm 10 minuta. Kjo do të thotë se profecia e Serius Facetus është e vërtet. Avaloni është krijesa e shkatrimit. Alfea, më dëgjon? Alfea, keni një problem. Tha ndonjë gjë për seksionin? Jo, ajo ka kohë që pushon. Lëre të flej. Duhet t'i japi me njëherë fund me Avalonin. Nëse ai transformohet në krijesën e shkatrimit, atëherë Blumi dhe zanat e Alfeas janë në rrezik të madh. Duhet të ndalojmë të keqen. Dhe sa kohë na ka mbetur tek na? 4 minuta dhe 32 sekonda derisa të bëhet konvergjenca hyrnore. Kjo do të jetë e rrezikshme. Jemi të gjitha gati. Po! Jam gati. Nuk ka asnjë mision të pamundur. Piksi duhet të rinë këtu, është shumë e rrezikshme. Nëse nuk do të bënim zhurmë, mund ta kapim Avalonin në gjumë. Kjo është dhoma e tij. Kur të hap derën, ju bëhuni gati dhe turruni. Në rregull. Ku mund të ketë shkuar? Çfarë është vajza? Ka ndonjë gjë që s'kon? Po, problemi je ti. Po ndodh këtu? Ka ardhur koha të bëjmë mbi ty magjin. Është koha. Jepi vajza. Mos u humbisni. Transformimi i plot ndodh vetëm për 1 minutë. Jo, është shumë vonë. Transformimi i tij u krye. Dhe tani do ta pusoj. Aju sana nga trestare. Na vjen keq që të prishëm planet. Ora ime thotë se i duhet ende kohë për të transformuar. Kohërat e vështira kërkojnë masa të mëdha. Sfera e plazmës. Jo, Tekta, krahët e ti kanë ikur, koha mbaroi.
Pjesën tjetër bëje digjitale. Më fal. Drejtoresh, nuk e kam iden çfarë ndodhi. Sa duket ora ime ka qenë në rregull. Kishte shumë kohë që ai të transformohej, por nuk e bëri. Libri e përshkroi gjithçka me saktësi. Krahët e tij të lëvizshëm, klonet e tij, lulet që mungonin dhe konvergjenca e planeteve. Tani kam nevojë për një shpjegim. Ndoshta kolegët e mi do detyrohen të më japin shpjegimin. Unë i përdor krahët kur më duhen, për shembull kur më ndjekin. Dhe e dia sa lule mungonin, sepse po bëja një magji për ndjesinë time të nuhatjes. Do ju mësoj dhe juve. Prit, e gjeta. Po klonet e tua të shumë fishta, si e shpjegon këtë? Kjo ishte vepra ime, Tekna. A e mban në trukun tim me mollët? Kjo është makina që shpika për ta bërë. Shiko, do të tregoj çfarë tjetër mund të bëj. 12 drejtoresha, çfarë mak, Stella. Diçka nuk po shkon, është jashtë kontrollit. Ta marrë mira u ishte ky projekt. Pra mendoj që profecia ishte e rreme. Tani më thuaj, kush ishte autori i këtij libri profetik? Ishte një libër i shkruar nga i famshmi Serius Facetus, drejtoresh. Çfarë ka për të qeshur? Tekna, nuk mendoj se kontrolluat burimet tuaja. Serius Facetus ishte një komedian para 2 shekujsh. Mësuam edhe për këtë të dhënë. Libri është i famshëm, të gjithë e dinë këtë. Nuk po i dëgjonit leksionit e Avalonit, të dashura. Vetëm sepse diçka e marrin për të mirë qenë, kjo do të thotë se është e vërtet. Mendoj se e kuptuam mësimin. Shpresoj se po, të dashurat e mia, dhe besoj se duhet i kërkoni ndjes profesor Avalonit. Na fal, profesor. Një provim si ndëshkim, dhe kjo i rregullon. E shikoni, kjo është dita më e shpirtë. Në episodin e ardhshëm të klubit të Wingsave, triksat djallëzore do ta sulmojnë shkollën Shatërvani i Kuq. Blumi dhe Tekna do të përpiqen të ndihmojnë, por Sky do të plagoset në betejë. A e kanë humbur betejën, apo Blumi do arrijë të gjejë një forcë të re brenda saj?